Lufta mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të jetë pranë fundit. Kështu është shprehur presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkallëzim të ri po intensifikohen. Në këtë kuadër, shefi i ushtrisë së Pakistanit Asim Munir mbërriti të mërkurën në Teheran me misionin për të afruar palët dhe për të shtyrë përpara negociatat. Sipas burimeve iraniane, Munir po punon për të ngushtuar diferencat mes Washingtonit dhe Teheranit pas dështimit të raundit të fundit të bisedimeve gjatë fundjavës. Zëndënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bagei, konfirmoi se komunikimi mes dy vendeve nuk është ndërprerë. Ai tha se që nga kthimi i delegacionit iranian në Teheran, shumë mesazhe janë shkëmbyer përmes ndërmjetësve pakistanez. Megjithatë, përpjekjet diplomatike po zhvillohen në një klim të tensionuar. Bllokada detare amerikane në ngushticën e Hormuzit ka hyrë në ditën e tretë. Përmes kësaj rruge kalon në rreth 1/5 e naftës dhe gazit në botë. Irani e ka cilësuar bllokadën si provokuese dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, duke paralajmëruar se forcat iraniane do të reagojnë nëse është e nevojshme. Ndërkohë, palët mbeten larg një marrëveshjeje për çështjet kryesore. Shtetet e Bashkuara kanë propozuar pezullimin e aktivitetit bërthamor iranian për 20 vjet, ndërsa Irani kërkon një afat prej 3 deri në 5 vjet dhe dëmshpërblim për dëmet e luftës. Situata ndërlikohet edhe nga fronti libanez. Izraeli ka vazhduar sulmet kundër Hezbollahut, ndërsa Irani këmbgul se edhe ky konflikt duhet të përfshihet në armpushim. Në mbrëmje, Kabineti i Sigurisë i Izraelit pritet të diskutojë mundësinë e një armpushimi në Liban.